pragu, siç është ose siç është prej kaq shumë vite Shqipëria, pra një vend që është aty dhe do të antarësohet. 300 milion ka marrë dhe shumica e tyre janë abuzuar, janë vjedhur, janë shpërdoruar, kanë shkuar në pak xhepa, kanë shkuar në xhepat e llogaritë e njerëzve që janë të pushtetit dhe që me këto para pastaj kanë punuar për të manipuluar votat. Dhe çfarë ka bërë i Pardi, i cili nëpërmjet Olafit, që është, po themi, krahu investigativ i BE-s, ka investiguar, ka hetuar fondet e i Pardit, pra të bujqësisë Bashkimit Evropian për Shqipërinë, dhe ka gjetur se ato janë vjedhur, se ato janë shpërndaruar, dhe çfarë ka bërë? I ka ngrirë fondet. Pra Edi Rama ky është një episod që vijon, është në vijim e sipër, ne jemi pa fondet, me fondet pezulluar, nuk është që ndodhi dhe u harrua si episod, ne vazhdojmë, mos kemi fonde për të arsye. Pra fermerët shqiptar ju janë ngrirë, ju janë penguar fondet që nuk i kanë marrë kurrë, ta themi dhe këtë. Pra kanë marrë disa çikrrima, po janë nisur për tama dhe i kanë nisur BE-ja për fermerët shqiptar dhe i kanë marrë bujshit e korrupsionit, ata që mbjellin dhe korrin korrupsionin në arat e qeverisë ku hahen kumbulla dhe dardha pas shpinës së Ramës. Dhe ky është realiteti. Dhe zoti kryeministri për këtë duhet fliste. Duhet i shite fermerët në sy dhe do thoshte kjo ka ndodhur. Më vjen keq, më janë ngrënë dardha edhe për këtë pas shpine. Apo çfarë do lloj justifikime, se unë tani po imagjinoj justifikime. Dhe del dhe i gënjen hapur, sikur nuk i gënjen dot, se fermerët e din sa kanë marrë, e din kush i ka marrë, e din si kanë shkuar, e din si janë vjedhur, po ajo çka është më e rëndësishme, e din se ata nuk i kanë marrë, se që nga Myzeqeja me shalqinde deri tek Korça me qepët dhe mollët që hidhen në prodhime, që hidhen në kanale, ata e din. Pra nuk është se Rama mund t'ju shti një nën rrogoz ose një nën derë ose t'ju bëj një hile. Megjithatë, kjo është ajo që ka ndodhur dhe përballë kësaj që ka ndodhur, Rama ofron, po themi, nxjerr lepurin e Europës nga kapelja, pasaportën dhe 300 milion euro që fermerët do i marrin çdo vit. Po jo, se fermerët s'kan marrë të 300 milionshin e parë të këtyre 10 viteve, se ju a ka marrë ti. Dhe tani vim tek pyetja tjetër, po fondet i parë dhe Olafi që e di që administrata e Ramës, me Ramën në krye, ju a ka marrë këto 300 milion në 10 vite, kur e di që hambari nuk është i prosperimit, i mirëqenies popullit, po është i pasurimit të këtyre që janë në krye, pse duhet jetë e marrë Europa dhe t'jap 300 milion në vit, nëse ke vjedhur 300 milion në 10 vjet? Pra do ishte marrëzi. Pra kjo është gënjeshtra e tretë, e trash, që në pak vargje monologu, në të folurit vetë me vete, ofron Rama. Dhe ky është një alarm që unë me sa kam mundur dhe jam munduar ta ngre në shkrimin tim dhe mendoj që duhet ngritur, sepse e para një politikan i larë që nuk ka program dhe shet fantashkencë është i rrezikshëm. E dyta është duke premtuar një projekt të cilin ai e ka penguar me sa ka mundur, që nga 2013 apo deshe kur thoshte kryetari i Këshillit i Qarkut Firit është më i rëndësishëm se integrimi, e deri tek vjedhja e fondeve të BE-s në vimësi në 12 vite që ai është në pushtet. Dhe shuma tjetër, pra po tek vetmevetja e çdo mëngjesi. Kemi marrë 1 miliard euro, thot sërish Rama në monologun e tij. Në këto 10 vite do të marrim 1 miliard çdo vit kur të antarësohemi. Kështu që o burra, më votoni mua, ka dhënë dhe një datë 2027-ën, thot se i është premtuar. Nuk e di se kush ja ka premtuar, po edhe kjo është një ato mrekulli që vetëm në rubrikën sy të Ramës mund të ndodhin. Se vendet e rajonit që nuk e kanë rekordin e zi korruptiv të Shqipërisë, për fat keq, se asnjë shqiptar nuk duhet jetë i lumtur kur krahasohet me të huajt dhe
del për keq dhe i duhet ta thotë të keqe në çdo gjuhë, në shqip apo në çdo gjuhë tjetër, por fakti ky është, vende që janë pak më shqimatare në futjen e dorës në xhepin e qytetarit apo në arkën e përbashkë publike kanë marrë më shumë. Dhe Rama që nuk e ka, dhe kjo është gënjeshtra tjetër e trash, po ti e kishe 12 vjet aty antarësimin në BE, 12 vjet pushtetin, 12 vjet mundësinë, dhe do e bësh tani deri në qershorin 2027-s. Pse janë këto 2 vite magjike dhe mundsojnë antarësimin? Thelbi mbetet një për ta rikapitulluar, ripërmbledhur. Kur nuk ke program, kur nuk ke alternativë, do shesësh një rrogoz fluturues. Pra për 12 vjet ju ke mbajtur të shtruar shqiptarëve rrogoz dhe tani ju a bën qëllim të mrekullive i cili i çon në Europë. Mosbesim, mendoj se ky duhet ishte qasja që shqiptarët votuesit duhet të kenë ndaj atyre që thot Rama. Sigurisht jo për të marrë fjalën time, po duhet ta masin